Në familje tek ky rrethi i kushërinjve, djemve të familjes jam në minorancë. Pse Arbani me kë është? Po, me Partizan. Me Partizan? Është kjo gara midis vëllezërve të vegjël që zgjidhen gjithmonë ekipe kundërshtare për. Po në Evropë, në botë, me ke tifoz? Me Juventusin. Me Juventusin. Kam qenë koshient dhe kuptoja pak nga ç'a ndodhte kur Italia fitoi botrorin e 82-shit dhe Franca e Platinis fitoi Europianen 84-s. Dhe ky ishte kombinimi Michel Platini i Platinis dhe Juventusit. Pastaj mos harrojmë dhe sa televizion shihej edhe tani unë po kaloj këtej, po nuk e lë dot se më ngasmove shumë. A ke parë ndonjëherë në jetën tënde që ke ndjekur dhe si gazetar, po edhe si tifoz, ndonjë futbollist me elegancë se Michel Platini? Platinia ka qenë elegant edhe në gjithë manjerat e veta. Jo vetëm në fush, po edhe në atë që ka bërë mbasi ka lënë futbollin. Unë kam një këto momentet e ëndrave të fëminisë e kam realizuar. Ai ka qenë Tiranë. E ke takuar? Po. E ke intervistuar? Po, e ke intervistuar? Por na e thuaj këtë pra, ti pas ke intervistuar Platinin tani, jo kaq modesto. Se po thras me emër tani, Igli, jo kaq modesto, lutem. Ka qenë Tiranë në fillim viteve 2000, mos gabohem. Për të parë, po se ka qenë edhe më vonë. Ka qenë dhe si trajner i Francës në fund viteve 90. E ke intervistuar domethënë? Në fund viteve 80. Po, në fund viteve 80. Fund viteve 80. Po, ka qenë mos gabohem 2002. 2002. E intervistuat? Mos gabohem, nuk e. E intervistuat? Intervistë e bukur, doli në një gjë, në një çfarë përshtypjet la? Po aty ishte ke burokrati, nuk ishte tek edhe më shumë intervista ishte për marrëdhëniet midis UEFA-s edhe FSHF-s të asaj kohe, po. Tani mua më ngasmon shumë midis sportit edhe ministrit për Evropën dhe punët e jashtme. Ka një debat këto ditë për organizimin e kampionatit U21 midis Serbisë U17 apo U21? Midis Serbisë edhe Shqipërisë. Nuk se ka në interes të jashtëzakonshëm në Shqipëri, por një vend e tillë nuk është i ulët, i rangut ulët, është një nivel i lartë. Por cili është qëndrimi juaj personalisht për një organizim të tillë? Sepse ka reagime pse ta realizoni ne me Serbinë, edhe pse federata ka dhënë një lloj, po një shpjegim që ishte vetëm mundësi që kjo të realizohej, pra Shqipëria të bëjë pjesë e këtij eventi dhe kur është bërë, për gjithë ata që na ndjek, kur është bërë, po themi ajo pjesa e parë e procedurave, Shqipëria nuk ka kandiduar bashkë me Serbinë, po më pas ka qenë një kondicion i UEFA-s që nëse e doni do ta bëni me Serbinë. Tani këtë pjesën teknike unë mendoj që Federata jonë e futbollit, zoti Duka, zoti Shulku, duhet ta kenë sqaruar në detaje, duhet ta kenë sqaruar edhe opinioni besoj që është i qartë për pjesën teknike, që është një nga gjërat më të qarta dhe më të mira. Kapacitetet e stadiumeve dhe infrastruktura që vendi ynë ka dhe Serbia ka në një mënyrë ose në tjetër nuk i plotësojnë gjitha kriteret dhe duhet që të ketë një kombinim të dyve midis të vendeve. Po ajo që unë dua të them është mënyra se si ne duhet ikim përtej fantazmave të të shkuarës. Po të shohim marrëdhëniet midis vendeve tona, flas për rajonin dhe nuk them vetëm midis Shqipërisë dhe Serbisë, po flas për gjitha vendet e rajonit. Po të shohim 20 vjet më parë, 30 vjet më parë, 40 vjet më parë, shikojmë se sa ka ndryshuar. Qofse para 30 vjetëve ne nuk uleshim në tavolina, nuk diskutonim, nuk debatonim, por ishim në luftë direkte apo indirekte me entitetet caktuara në rajon. Sot ne jemi në tavolina, diskutojmë integrimin e përbashkët, diskutojmë rrugën e përbashkët që kemi me gjithë të vende në drejt Bashkimit Evropian. Me disa prej vendeve, të cilat në momentet të tyre të caktuara kanë pasur probleme me respektimin e drejtave dhe lirive të shqiptarëve, flas për Maqedoninë e atëhershme Maqedoninë e Veriut të sotme, ne jemi aleat NATO. Dhe sa mirë që kontaktet midis vendeve fillojnë edhe thellohen. Gjë e më rëndësishme është që të jenë njerëzit ata që ngushtojnë diferencat.
Ajo që ka ndodhur në Evropë është gjithmonë një përpjekje e madhe e shuarjes konflikteve dhe tani nuk dua të kaloj mbi re, por Evropa e sotme, Bashkimi i sotëm Evropian, i thjeshtësuar në mënyrën e të menduarit është një dëshirë e francezëve dhe gjermanëve për të lënë pas konflikte shekullore dhe për të krijuar një entitet përbashkët, që është ai që ne aspirojmë dhe ne të jemi aty. Mendoj fort që në momentin që midis shqiptarëve dhe serbëve do të ketë jo paqe, po një bashkëekzistencë të qëndrueshme paqësore në Ballkan, ky rajon vetëm do të zhvillohet. Është në dorën e shqiptarëve dhe të serbëve që shumë nga historitë e të shkuarës të jenë thjesht histori dhe ne të shohim përpara. Unë kam dëgjuar shpesh dhe këtu hy edhe tek djes, dhe këtu hy edhe tek kampionati. Tek kampionati i futbollit i këtyre moshave të reja, sepse që këtu fillon edukimi. Që s'kan lidhje me atë që ka ndodhur dikur. Që ne nuk duhet ta harrojmë, që ne e dënojmë, që ne padyshim vazhdojmë të ruhemi që situata të ngjashme me atë që ka ndodhur, me atë genocid që ka ndodhur, të mos kthehen më, ama ne duhet të ecim përpara edhe të shohim një perspektivë e cila është për këta të rinj, është për këta. Ju do jeni në ceremoninë e hapjes në Beograd? Se di. Nuk e di. Këtë nuk e di. Ti je ministër për Evropën e Përjashme dhe dikur gazetar sporti mos. Nuk e di. Mund duhet të shkoj në Beograd radh parë për një vizitë të palse, pastaj duhet të shkoj. A duhet të shkoj? Duhet. Po pse shko? Duhet të shkoj. Ka ndonjë pengesë? Duhet të plotësohen kushtet. Jo, deri në sot ne kemi vizitat, po themi historike, që janë bërë një e zotit Meta, ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër, e para, pastaj e zotit Rama si kryeministër, dhe këtu kemi mbetur. Do të 2 vizita ka Shqipëria në Beograd. Ka pasur vizita e Ramës është historike. Po pra, e para e zotit Meta. Është historike për mesazhet. Shumë rëndësishme. Se thanë Beograd që Kosova shtet e tjera. Është rëndësishme të shkosh diku. Po i ministrit të jashtëm vizitë zyrtare nuk kemi. Ka pasur, ka takime. Jo, vizitë zyrtare. Ka takime, ka pasur takime dhe ka pas raporte. Po ka ndonjë indicie që ju do shkoni si ministri i jashtëm? Duhet shkohet kur ka një produkt. Është rëndësishme që të ketë një produkt mirë. Okej, se ndoshta mund të rikthehemi aty, po zoti ministër, ka betejë si Partia Socialiste në këto zgjedhje është pasaporta e Bashkimit Evropian. Qef do kisha dhe mund të kisha pasaportën e BE-s, me thënë drejtën. Do e kesh. Do e kem? Po. Do ta kemi të gjithë, nuk do ta kesh vetëm ti. Unë jam nga ata që nuk e kritikoj asnjë qeveri shqiptare në këtë drejtim, po e kritikoj shumë Bashkimin Evropian për atë që i ka bërë Shqipërisë në këto 35 vjet. Dhe për mua nuk është faj as i Edi Ramës, as i Sali Berishës, as i Fatos Nanës, as i Majkos, as i Metës, as i Meksit, po është faj BE-s. Tani, me gjithë respektin që mund të kem, ky është një qëndrim im, zoti ministër, por borxhin e ka Evropa, ne nuk i kemi ne një borxh Evropës, që sa afrohemi ne, del Macron e thon, pritse ne s'kemi punën tonë, je si të shtojmë. Pastaj del Bullgaria dhe thotë që Maqedonia, që ne jemi me Maqedoninë, se ç'lidhje kemi në Maqedoninë, një zot e di. Ashtu është një punë se ka ca bullgare etj. Tani ata thonë që do jemi. Pse do ta besojmë këtë, zoti ministër? Duhet ta besosh sepse tani që ne po flasim dhe prej shumë kohësh, jo vetëm tani që ne po flasim, ka një plan konkret të dakordsuar të qeverisë Republikës Shqipërisë me Komisionin Evropian për mënyrën se si Shqipëria do të bëhet antarja e ardhshme e bashkimit. Dhe ky plan konsiston në gjithë përpjekjen që ne po bëjmë për hapjen e kapitujve, grup kapitujve, rekomandimeve, mbylljen e këtyre grup kapituj, rekomandime, dhe kalendari është i qartë. Ky proces teknik, negociues, përfundon në fund 2027-s. Në fillim të 2028-s ne marrim. Tani ne i kemi të hapura negociatat apo jo? Patjetër. Po çfarë ndodh në 27-ën? Mbyllen. Negociatat teknike. Negociatat janë hapur. Po del njëri atje e thotë jo, se në Gjermania ka sinjale që ne kemi probleme me Shqipërinë, Shqipëria ka probleme. Tani mos tym ke falli, të rrim ke mos tym ke kjo jo, s'është fallu BBB, tani flasim kështu tani se. Mos tym ke falli. Se PS-ja ka hap shampanjën në 2018, no? Mos tym ke falli.
negociatat janë hapur në vitin 2022